Sepse Isa a.s. ka qenë pejgamberi Allahut dhe nuk ka thonë që unë jam Zot. Dhe prej zinxhirit pejgamberve që i fundit ka qenë Muhamedi a.s. Ndryshimi i vetëm mes pejgamberve ka qenë në ligje, në dispozita, jo në adhurim, po flasim në adhurimin e pastër. Adhurimi i pastër ka qenë njësoj, këtë pejgambert. Nuk kanë thirrë ata me thonë adhuromni mua. Nuk kanë thirrë ata pejgamberë dhe me thonë unë jam Zoti, unë jam djali i Zotit. Le ta gjejnë të krishterët në Biblën e tyre që Isa a.s. apo Jezusi biblik ka thonë që unë jam Zoti. Jezusi nga rrjedh fjala Jezus, thotë është fjalë latine, e që ja dha emrit nga origjinali i hebraishtës Jehoshua, që do thotë Zoti është shpëtim apo shpëtimtari. Me pas kjo formë u shkurtua në Joshua ose vetëm në Joshu. Po këtë kuptim e gjejmë tek Ungjilli i Mateut. E Krisht është përkthim grek, Kristos. Përkthim grek është rrjedh nga Kristos dhe i fjalës hebraike Mesia, që do të thotë i vajosur, ose shpërtimtar i premtuar, ose ai që është dërguar nga ana e Zotit për me vendos mbretërinë qiellore. Krisht do të thonë pibika prej Kristos. Apo? E ju që bi thoni vitit, na jemi shqiptari, dem shqiptarin, mos folni fjalë arabe. Ju pse përmendni pi grekëve? Arabt kush na kanë luftuar neve? Grekt na kanë masakru. Na kanë masakru. Shqiptar, çamarinë kanë masakru grekt. E Jezu Krishti, pikërisht e ka zanafillën nga kush? Nga grekët. Pse s'pe ikish? Ju televizor, pse s'po shkonin kish atje, më çu peticion me bëu dhe më ju thon hekni ç't fjalë se kjo s'është fjalë jone. Ku ju kona? Pe merrni. Ku ju kona arab? Selam, çka ja selam aleikum. Ndërsa Krishti nuk me hekni. Po dhe Bibla, fjala Bibël është greke. Ti po thret në shqiptari, në thojzën shqiptari, në fenë e të parëve, sepse na po e cenoj kam kombin, po e cenoj kam kombin na. Veç ju mashallah, kombëtar të famshëm, të mëdhej. Ndërsa na po e cenoj kam kombin. Fjala Krisht, termi Krisht, edhe termi Bibël është grek. Edhe mësë më shqit këtu komtari. Nuk mund të gjejmë në për ungji se Jezusi e ka përdor këtë pseudonim. Ka e shpi këtë ju. Por aje qunë të vetën bir i njeriut, e qunë të vetën njeri, e qunë të vetën mësues. Por nuk e qunë të vetën bir i Zotit, djali i Zotit. Nuk e qunë të vetën unë jam Zot. Po aje thriste me adhuru Zotin. Ku e shpikët ju këto? Pra të arsion ditën e gjykimit, kur ju del Isa a.s. për para, do të shohin ata shumë mirë pastaj. Kur i thot Allah subhanahu wa ta'ala, o Isa, thot a i thire te, me të adhuru ty e nënën tonda? Asha Allah në rrit. Pastaj thot, shënpali është meritori që Jezusi të konsiderot Krisht dhe bir i Zotit. Shënpali e ka prish këtë gjë. Nga se shumica atyre ishin nga hebrenjet e krishterizuar. Hebrenjet që ishin bo krishter, apo Kurani famlart ndjekësit e Hazreti Isaut apo Jezusit i quan Nesara. Sipas qytetit, dhe më thonë nazaretistët, sipas qytetit Nasira, Nazareti vendit në cilën ka lindur Hazreti Isau në Palestinë. A dhe bre te që përna thu, ka përëndimi për shkemë, s'ka një ka lindja. Ti Jezusin apo më reklamon? E Jezus bikojt është. Palestinë pas ka lindi Jezusi. Po këtë pejgamber gjaton ka lindë, Allah. Këtë pejgamber gjaton. Ata e kanë bo sikur feja lindjes dhe feja përëndimit. E qatë fet përëndimit te, bazën ku e ki? Prej lindjes e ki. Pikrisht prej lindjes e ki te. Se Jezusi është prej Palestinës. Atër i bie pra po kthesh lindjet e. Edhe i manipulojnë me çështjen kombëtare. Shqiptar, po shqiptar më shqip po flasun, tankon shqip po flas. Se çatu ju dhes. Tek puna shqiptariz ju dhes e mendojnë se munden me godit islamin. Ja, parandorit ndryshme të mëdhaja kanë dashur me godit islamin, po islami ka vazhdu. Enver Hoxha shkoi në varr, e tash tek sheshi Enver Hoxhës aty, musliman për falin namazin. Ku e mbiri? Ku janë parandorit e mëdhaja? Su nërdzështi një fit madhoti. Su në zëzë këtë vej ka aj naltë mbrojtje. Po mirë ti që si e karvani i këti dini. Nëse ti nuk je që e pason Allah subhanahu wa ta'ala këtë popull, e bjen një popull tjetër që adhuren Allah në zëgjet. Vetë Allah e ka po të nëzun Kur'an. Nëse ti si shqiptar e urrejnë fen islame, ta bjen një krishter i cili e pranon islamin edhe ty të sundan. Ta bjer Amerikanin musliman, ta bjer Anglezin musliman, ta bjen Finlandezin musliman, ta bjer Holandezin musliman, ta bjer Italianin musliman, edhe të ti e kilon dinin, unë e ku ma. Si që shukon, që po të përcova dje, qësh ka qenë në periudhën e fundit parandorisë ismane,
shqiptarë kanë qenë të vërtetën, ndërsa në periudhën e fundit perandorisë osmane, Turqit kanë devijuar nga Islami dhe shqiptarët kanë qenë besimtarë, ndërsa që kjo kast e tyre gjon tërshve ka dalë për fesë. Përkundër që kanë konflikte në mes vete, mirë po disa pika kryesore i bashkon njëra me tjetrën. Çka i bashkon? I bashkon besimi se Jezu Krishti është Zot. I thënë Zot. A shkojnë në lutin Jezu Krishtin? E bëjnë vetë, edhe shkojnë në lutin. Edhe Marijën shkojnë në lutin. Kum pa një video e kum qitë më herët. Kanë bo idhull, si kukull e kanë bo, dhe jenë bo rend, edhe shkojnë e kapin kështu për qave e kapin. Allahu ekber, çfarë fe, subhanallah, me lun këtë fe madhështore tonën, edhe me shku me adhuru idhuj. Subhanallah. Si do qof le kum dinu, kum veljedin, ti e ki fen tonë, unë fen teme e kapin. Unë jam i obligum me të kallëzu që kjo fe është e kotë. Jam i obligum, edhe kam të drejtën ligjore me të thonë që jenë të kotën. Edhe s'ka pas ligja s'kushës demokracijimi. As po thras me të vra, s'pi thras njerëzit mi kërcnu, po thomë që ti e ki fen e kotë. Kaq. Sigur ti qysh po ma sulmon mu fen time. Kam të drejtu në me thonë që e ki të kotë? Po. E bon një kukëll dhe ja vë emrin Merjeme, apo Maria, apo Jezusi, dhe shkon e lu. Kjo bie ndesh në parimet fetare. Por edhe njerëzore, po edhe se cili njeri me logjik të shnosh, nuk shkon me adhuru idhuj. Kjo është idhujtari. E kanë fut njerëzit pas Isaut alayhi salam.